Më të mira thuhet që kanë qenë vitet 60 deri 80, por kjo periudhë kohore mund të pasë një ramje, pastaj ngritje, pastaj prapë ramje për shkak se zhvillimit politike. Po si do të qoftë në atë kohë, kur e thash për mënyrën se si kanë arritë të eksploatojnë dhe të gjenerojnë hyra financiare, është fjala më shumë, ndërsa në aspektin sa ka pas ndikim në aspekt kulturor, social, është prapë koha e anglezëve, e cila indirekt i ka bë banorët e mjedisit për rreth me përfitu shumë nga prezenca tyre, nga sa ata kanë sjell krahas investimeve në këto zona, kanë sjell edhe një kulturë të re, kanë sjell lejosh me të thonë futbollin, si një lojë tashmë botërore e njohur, dhe kanë sjell bilardon si një lojë tjetër atraktive, rekreative kohës që ndoshta kanë qenë në kohë me shtete tjera, kanë sjell pishinën e hapur, tenisin si sport, kanë sjell kineman me filmat më të ri që në shfaqë në atë kohë, ka sjell bowlings, lojë që akoma qytetet nuk e kanë, ndoshta jo të gjitha kanë qasje në bowling, kështu që në vitet 30-ta apo me pas një hapësirë e tillë si kjo, gjitha këto rekreacione ka qenë veçanti dhe një përparësi e komunitetit përreth. Saqë këtu trit asaj kohe kanë përfituar shumë nga se poezojmë nga një përvojë tradicionale, mirani instrumenti me 5 tela, jo, në fakt me 2 tela, kanë kalu në instrument me 5 tela, për klasë kam mësu gitaren, kam mësu jazzin, kam mësu rockun, kështu gradualisht kanë rrjedhë dhe influenca ka pas efekt edhe në jetën e qytetit Mitrovic.